Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim shkurtimisht mësimin numër 7 të nivelit A1, pra të nivelit të parë të gjuhës angleze. Do të ndalemi në tre aspekte. Përdorimi i fjalëve this, ky, kjo, these, këta, këto, pra të dyja për afër, njëjës dhe shumës, that, ai, ajo, dhe those, ata, ato, për larg. Keni parasysh që ta shojmë pak të gramatika, por në shqip ne përdorim për emrat vetor, ai, ajo, ata, ato. Okay? Si në përgjithësi, si kur kemi disa objekte dhe disa persona në një farë largësie. Në gjuhën angleze, kur kemi të bëjmë me objekte ose njerëz në një farë largësie, atëherë do të preferojmë të përdorim fjalën that, ai, ajo, dhe those, ata, ato. Në këtë rast, përdoren si për njerëzit, si për sendet. Gjithashtu do të shohim disa objekte të tjera, small things, mënyrën se si i themi në gjuhën angleze. Le të fillojmë pak me aspektin e parë. Kemi small things, pam disa në videot pak më përpara, do të shohim disa aspekte të tjera, disa objekte të tjera. Tek njëshi kemi a hat, okay? E vini re si shkruajnë a, e them si diçka ndërmjet as dhe s, okay? Simboli është edhe këtu, është sikur kemi marrë a dhe e të shkruar dhe i kemi ngjitur së bashku. A hat, një kapele, a t-shirt, një bluze me krah të shkurtra, a map, një hart, në të djathtë kemi a keychain, janë ato ku varim çelësat, sunglasses, syze, kujtojmë edhe një herë sunglasses konsiderohet në shumës në gjuhën angleze, prandaj nuk kemi nevojë të vendosim a përpara. Pastaj kemi a postcard, një kartolinë. Vazhdojmë tej, atëherë kemi a toy, një lodër. Okej, shkojmë edhe një herë tani përdorimin e this, these, that dhe those. This e përdorim për një objekt që është afër nesh, ose një person, një individ. Tha mund të përdorim si për njerëzit edhe ashtu për objektet. Në rastin e parë për shembull personi ka një çelës në dorë, pyet what's this? Okay, çfarë është ky ose çfarë është kjo? It's a key. E shikoni se si në përgjigje ne mund të përdorim për emrat normal. Okej, është e gabuar nëse dikush do përdorte për emrin this is a key? Jo, absolutisht jo. Okej, përdorim në pyetje, sepse bën këtë dallimin nëse kemi një ose disa, nëse objekti është afër ose larg, pastaj në përgjigje mund të përdorim për emrat vetor normal. Okej. Në rastin e dytë kemi disa çelësa, por i kanë në dorë, pra janë afër, kështu që kalojmë në these, këta, këto. What are these? Shkoni se këtu s-ja është goxha më e theksuar, është si z në tingull, these, they are keys. Edhe një herë këtu, nëse personi thot these are keys, absolutisht nuk është e gabuar. Tani, në rastin e tretë, kemi një objekt, po e kemi në një farë largësie. E vini re se si në fotografi, ose në vizatim është bërë që personin po tregon me gisht, pra e ka në një farë largësie. Dhe pyet, what is that? Ose what's that? Çfarë është ai ajo? It's a key. Okay. Tani përsërit e figura ka vizatimi 4, i ka larg, por kemi disa. Përdorim those, ata, ato. What are those? Çfarë janë ato? Çfarë janë ata? They are keys. Ata janë çelësa. Okay. Edhe një herë në të djathtë, përsëri kemi this, that, these dhe those. Okay. Do shta na duhet pak ta ambientohemi pak me mënyrën se si i themi. Okay? Kur i përdorim? Ato aspekte që thamë në shqip, ti shikojmë pak tani të përkufizura edhe në anglisht. Pika e parë, use this, these for things near you. Pra do të përdorim this dhe these për gjëra afër teje. Things near, gjërat, things here, më falni, pra gjërat këtu, gjërat që janë këtu. Okay? Aspekti dytë, use that, those for things that aren't near you. Okay? Pavarësisht se këtu thamë edhe një herë, kemi përdorim fjalën things për gjërat, por kujtojmë edhe një herë që mund të përdorim këto për emra edhe për njerëzit. Pra edhe një herë pika 2 çfarë na thoshte, përdori këto, pra that, those, për gjërat që nuk janë afër teje. Things there, gjërat atje, or over there, atje tej. There dhe over there në përgjithësi ka të jep atë idenë që është pak më larg se sa që themi thjesht there. Okay? This, that, singular, kur e referojmë një objekti ose një individi. These, those,
kemi plural para në shumës u referohemi disa. This is a book, okay. Nuk themi për shembull this, it is a book. Çfarë na tregon kjo? Që ashtu si this, ashtu si it, të dyja janë për emra, kështu që nuk ka nevojë të kemi dy prej tyre, mjafton një prej tyre në varësi të kontekstit se çfarë do të themi, çfarë do të shprehim në gjuhën angleze. Okay? Gjithashtu nuk e heqim foljen jam. These are keys, nuk themi these keys. Mund të ndodhi që të kemi fjali të themi these keys, po thjesht po tregojmë këto çelësa, nuk po tregojmë këto janë çelësa. Nëse do na duhet të themi këto janë çelësat, atëherë do na duhet patjetër të përdorim foljen jam, foljen be, okay? Në formën is ose në formën are në varësi të përdorimit. Edhe një herë na tregon personin të majt, here, këtu, there, atje, over there, shikoni, atje te, sikur themi pak më larg, okay? Ja të na tregon edhe këtu ja. This, that, these and those are pronouns. Pra si shtam edhe këto konsiderohen për emra në gjuhën angleze, prandaj nuk i vendosin të dyja bashkë me për emrat vetor, it, he, she apo they. They can replace it and they in sentences and questions. Shikoni edhe një herë, pra ato mund të zvendësojnë, replace. Can do thot mund, munden, replace të zvendësojnë. Pra, për emrin it dhe they në një fjali ose në pyetje. Për shembull, it is my pen, mund të themi this is my pen. Okay? Ai është lapsi im, stilolapsi im, ky është stilolapsi im. Thjesht pastaj ndryshon pa kuptimi dhe përdorimi. They can also be adjectives. Tani, kjo është pak më e detajuar, le themi, por gjithsesi mund ta përmendim, kështu që na ndihmon pastaj kur ti shikojmë edhe më vonë në niveleve pak më të avancuara. Pra çfarë tregon që përveç se këto mund të zvendësojnë për emrat, gjithashtu mund të zvendësojnë edhe mbiemrat. Fjala adjective në gjuhën angleze përdoret për mbiemrat, por jo mbiemrat si themi mbiemri një individi, por fjalët në fjali të cilat ne i konsiderojmë si mbiemër. Pra kemi emrat, kemi mbiemrat, kemi foljet, ndajfoljet, parafjalët dhe kështu me radhë. Pak e nga pak do t'i marrim, mos u shqetësoni për këtë pjesë. Dhe ne jep edhe dy shembuj. This book is very nice. Pra teknikisht this konsiderohet një mbiemër. Ose look at these photos. Shikoni këto fotografi. Okay? Por nuk dua që të vrasin shumë mendjen se mësimi goxha herët në mësim. Edhe në të djathtë kemi dy shembuj të tjerë. Në rastin e parë, kjo gruaja e ka hartën në dorë, kështu që e ka objektin afër dhe kemi një, prandaj thot this isn't a good map. Pra kjo nuk është një hartë e mirë. Edhe në rastin e dytë, i ka afër objektin, kemi rastin e syzeve, po syzet janë në shumës, prandaj u themi these, look at these, pra shiko këto, they are great, ato janë super. Ok, dhe të vazhdojmë mëtej. Atëherë, edhe këtu kemi disa shembuj të tjerë, për shembull në fotografinë e parë kemi këtë burrin i cili po tregon për telefonin i cili ndodhet në largësi dhe pyet këtë gruan, is that, e shikoni, ai, is that your phone, është ai telefoni juaj. Edhe në rastin e dytë përsëri, kemi objektet, rrobat në largësi, por kemi disa. Prandaj kjo gruaja i thotë, are those your clothes? A janë ato rrobat e tua? Okay. Edhe në të djathtë. Tani kemi rastin e një gruaje, individi, thamë që this, that, these, those mund përdoren edhe për sendet edhe për njerëzit. Kemi këta dy burrat që po flasin me njëri tjetrin dhe njëri pyet tjetrin për atë gruan që është në një farë largësie. Prandaj thot who is that? Kush është ajo? Tani, nëse ne pa dashje do themi who is she, a do të gabonim? Jo, teknikisht nuk është e gabuar, por nëse do ta mirnim korrekte në ana gramatikore, në këtë situatë do të ishte më mirë të përdorim that në vend se sa she. Okay? Vazhdon personi pasaj, thot she is very good looking. Ajo është shumë e pashme. Keni parasysh që good looking, në kuptimin e bukur, i pashëm, mund ta përdorim si për gjinin femërore, ashtu edhe për gjinin mashkullore. Atëherë, të shikojmë pak rastin e një dialogu, kur i kemi vendosur në praktik ato aspektet gramatikore që pam pak më përpara. Kemi dy persona, kemi Mary and Joe. Okay, kemi rastin e parë që flet Mary, excuse me, what are those? Çfarë janë ato? Pra po shikon disa objekte në largësi. Në rastin tonë konkretisht kemi të bëjmë me dorashkat. Si përgjigjet Joe, they are gloves. Ato janë dorashka. Vazhdon Mary, they are cute.
Cute është pak a shumë ajo në shqip që themi simpatike. Okay? Kemi dy fjalë në gjuhën angleze që ne I përkthejmë simpatike, simpatike, dhe njëra prej tyre është fjala cute. Okay? Vazhdon më tej pasaj. And is that a hat? Tani po pyet për një objekt, prandaj thot that. Është ajo një kapele? Përgjigja yes it is. Vazhdon akoma. Are these sunglasses? Çfarë ndryshon tani? Nuk kemi më those, kemi these. Përse? Me shumë mundësi, syzet janë afër saj, ndoshta I ka dhe në dorë dhe po e pyet. Prandaj në vend të those që përdorim thamë për largësi, ata ato, përdorim these me kuptimin këta, këto. Përgjigja Joe, yes they are, they're $15. Gjithashtu tregon edhe çmimin, ato janë $15. Si reagon Mary? That's a lot. Ajo është shumë. Kush ajo? Kostoja. Okay? Është shumë. I'm sorry, më vjen keq. Bye, e përshëndet dhe largohet. Okay, në moment që ajo largohet, Joe vren që ajo harron çantën, prandaj I thret, excuse me, miss, is this your bag? A është kjo çanta juaj? Si përgjigjet Mary? Yes it is. Thanks. Tani, Joe mundohet të bëj pak pazar sistemi, kështu që ul pak çmimin. Edhe I thot, so, keni parasysh që so, ndonjëherë përdorim me kuptimin kështu ose kështu që, në përgjithësi ndonjëherë mund të përdoret edhe në fillim të fjalëve, për pak kontekst, në kuptimin që për shembull personi do të mbledhë mendimet ose të thyej pak akullin në fillim të bisedës. Edhe mund të përdorim këto shprehje në anglisht, dhe shikojmë më vonë që nuk është se I përkthejmë në gjuhët e tjera, thjesht përdorim për këtë mënyrë. Thot, so, how about $10 for the sunglasses? Pra, sikur të themi, si thua $10 për syzet. Pra, në vend se 15, po të bëj një ulje $10. Si reagon Mary? Really? Vërtet? Okay, thot. Pra bie dakord. I pëlqen çmimi që është më I ulë tani nga 15 në $10. Kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.